Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon procesin e ri numërimit për 1282 kuti të qarkut në Tiranë, me partitë kryesore që vijojnë të humbasin vota. Për 673 kuti të hapura deri në mesditën e së martës, koalicioni opozitar Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka 356 vota më pak se në 11 maj. Edhe Partia Socialiste vijon të jetë me minus, ndonse më pak, teksa ju janë hequr 248 vota. Me ecurinë e procesit, pritshmëritë e anëtarëve të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve janë që procesi i numërimit për Tiranën të përfundojë deri të hënën e javës tjetër. Menjëherë më pas, do të hapen kutitë e qarkut fier. Sepse nuk është ndërtuar kodi zgjedhor që një trup me 5 veta të zvendësojë 11 KZZ e Tiranës dhe disa qindra numërues që po zvendësojnë nga administrata e KQZ-s. Por Kolibele la më dyshin nëse gabimet e bëra gjatë procesit të numërimit në 11 maj do të vënë në lëvizje prokurorinë për hetimet e shkeljeve në zgjedhje. Gjë e parë që mund të jetë është dhe kriteret e vlerësimit apo dhe gabimet njerëzore mbasi lëvizin pak vota për një kuti. Por duhet kuptojmë që ky proces në vetvete nuk bën hetimin për kuti. Të kuptojmë tani ne nuk jemi duke hetuar kuti me kuti çfarë ka ndodhur. Numërohet, tabulohet dhe bëhet një rezultat përmbledhës. Në qarkun Tiranë, Partia Socialiste dominoi me 19 deputet dhe Partia Demokratike me aleatët morën 13 deputet. Partia Mundësia doli forcë e tretë me 2 mandate, ndërsa 3 parti të reja fituan nga një ulse në parlament legjislaturën e ardhshme.